Zëri I diasporës nga Madiana Nureddini. Window Radio. Mirëmbrëma të dashur dëgjues. Mirëmbrëma. Sonilda ti do flasësh shik më vonë. Dhe mirë se keni ardhur në emisionin tonë. Atëherë, unë jam shumë e lumtur, jam shumë e emocionuar, edhe e ftuara jon besoj se është shumë e emocionuar. Sepse sot do t'ju prezantojmë një grua shqiptare, një vajzë, një bish shqiptare që punon në diasporë. Sot kemi zgjedhur të prezantojmë pikërisht figurën e një gruaje shqiptare që ka arritur të ndërtojë një identitet të fortë profesional si ekonomiste dhe si përmarrëse, dhe duke u bërë një shembull frymëzimi për të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit. Mirëmbrëma dhe faleminderit që pranove ftesën tonë, Sonilda Hoti. Faleminderit ty, Madiana. Është mështi. Faleminderit, Sonilda. Mirë se erdhe në valët e radios son. Ne, Sonilda, kemi një zakon që fillojmë me një pyetje të thjeshtë, duke lënë domethënë të hapur bisedën, nuk jemi të lirë, na pëlqen shumë liria. Kush është Sonilda Hoti? Mund të fillosh që nga fillimi e të na tregosh çfarë të dëshirosh. Atëherë, si fillim, Sonilda Hoti, nga vetë mbiemri im. Jam një vajzë e lindur dhe e lindur në Tiranë, e rritur në Mamurras deri në moshën 12 vjeç, pastaj deri më sot e rritur në Itali. Mbiemri im Hoti është sepse origjina e familjes time është nga Hoti, nga shqiptarët e Malit të Zi, familje dëshmorësh dhe herojsh, dhe mbaj me krenari, domethënë e theksoj, domethënë gjithmonë e specifikoj që përardhja e mbiemrit tim është nga ato anë. Dhe të gjithmonë krenari për të gjithë? Dhe mbi të gjitha, s'mund të prezantohet Sonilda pa thënë që Sonilda është gjysma e Jonidës. Se vërtet? E kam shumë të rëndësishme ta theksoj që jam binjake. Dhe këtu I kam mbyllur të gjitha kur flas për gjysmën time. Nëse mund të flas për, domethënë, nga momenti që kam ardhur në Itali, aty le të themi që ka filluar historia e jetës time, sepse për fëmijërinë time janë thjesht momente të lumtura që janë të paharrueshme dhe më kanë mbajtur jashtëmase shumë fort të lidhur me vendin tim. Dhe kanë qenë para moshës 12 vjeç, dhe kanë qenë ato momentet e fëmijërisë ku realisht krijohet karakteri, identiteti edhe ajo çka përmban njeriu brenda vetes. Dhe këtë gjë e kam krijuar, domethënë jam fal vendit tim. Pastaj pjesa tjetër është garnitura, e quaj unë. Është formimi, është njohuritë që ne kemi marrë, që kam marrë në këtë vend, që sigurisht jam shumë falenderuese, sepse na dha mundësinë si mua ashtu shumë shqiptarëve të bëhemi dikushi, ose më qartë të japim më të mirën tonë, sepse jo gjithmonë të gjithë mund t'ja dalin, por e rëndësishme është që na jepet mundësia të japim më të mirën tonë. Dhe ky vend realisht na e dha këtë mundësi. Mbarova komplet. Sonilda, ti dhe gjysma jote keni jetuar deri në 12 vjet. Po. Okej. Në Shqipëri dhe emigruat për, domethënë, në si të vogla, që ndoqët prindrit e tuaj për motive pune, besoj se prindrit tuaj kanë emigruar si gjithë shqiptarët dikur. Në çfarë viti keni ardhur në Itali? Si gjithë të tjerët, babi ka ardhur që në 98-ën. Është një nga emigrantët e parë, po. Kështu që pastaj na bëri bashkimin familjar dhe ne. Ai sigurisht që erdhi për arsye pune, ashtu sidomos pas luftës, domethënë të brendshme që ndodhi në Shqipëri në 97-ën. Po, sigurisht ndodhen shumë kriza të forta ekonomike që sigurisht edhe për familjen tonë nuk ishte situata më e mirë. Dhe babi fal një të afërmit tonë që kemi shumë për zemër. Ai nguli këmbë që ai të vinte, erdhi
dhe filloi menjëherë u integrua, filloi punë dhe pastaj bëri bashkimin familjar. Kemi ardhur unë madje atë momentin kur shumë njerëz e përshkruajnë të bërjes së dokumentave dhe strapacimeve që përjetojnë shqiptarët e të huajt në përgjithësi. Me thënë të drejtën, unë nuk e kam përjetuar sepse babi na e bëri aq të thjeshtë, sa ne erdhëm me bashkim familjar dhe çdo gjë e kishim shumë të thjeshtë prej tij. E kishit rrugën e hapur. E kishim rrugën e hapur. Po ishim mbas edhe që 12 vjeç. Po. Edhe erdhë direkt në Abano Terme apo keni jetuar në vende të tjera? Jo, direkt kemi ardhur në Abano Terme, që një magji e përjetuar në fëmijërisë tonë, sepse duke menduar nga erdhëm na u duk një qytet ëndrash dhe qyteti i bukur, përkurse një qyteti i termeve, po si thotë në shqip termet. Ato të Elbasanit, Lixhat, qyteti i Lixhave. Dhe por ama mu sa herë kujtoj momenti kur kam ardhur në fillim në Abano, më kujtohet një prozë, nëse s'gaboj është e Azdrenit, që shkruante kur vete njeriu i lirë dhe i vetëm, largat dheut, viset e reja, ndryshimi i zakoneve. Dhe e fillon domethënë me një përshkrim shumë të bukur që edhe pastaj fillon dhe zvanitet. Dhe gjitha ajo bukuria fillon dhe zvanitet, sepse fillon dhe zgjohet malli. Dhe të njëjtën gjë kemi përjetuar unë dhe gjysma ime. Për gurët e lagjes. Edhe për gurët e lagjes më beso të merrte malli. Domethënë unë tani ndihem në vendin tim sepse kanë kaluar dekada që ne jemi këtu. Por ama më beso që e kam edhe tani që po e flas e përjetoj po të njëjtën emocion, sepse fillimi i të gjithëve i duket erdhëm në një vend të bukur, plus që kur vjen i vogël, siç e tham, që erdha në moshë të vogël dhe nuk kishim përgjegjësi dhe thjesht po shijonim ambientin, po shijonim vendin e bukur. Pastaj kur fillon ndjen mallin e të afërmve, të gjyshërve, të kushërive, të miqve që ke lënë atje dhe çdo gjë të duket bosh. Dhe gjithë bukuria e atij vendi që ti ke gjetur zvanitet dhe të duket bosh. Pastaj mos themi kur fillojnë vështirësitë, të futesh në shkollë, integrimi, mungesa e gjuhës. Okej, fillojnë me vështirësitë e tua Sonilda. Në shkollë, se ti ke ardhur, kishit në Abano Terme atëherë në 98-ën. Jo, kemi ardhur në 2002 ndik i disi. Po se ka ardhur babi jot në 98-ën, po. Si ishin shkollat? Kishte shumë fëmijë të huaj, domethënë ishin gati për... Po, shikoj, ne ishim nisur me atë idenë që ne e dinim gjuhën. Ke parasysh edhe ishim të bindura në veten tonë që ne dim të flasim italisht. Gjuha italiane në komunikim është shumë e ëmbël dhe e thjeshtë, por gjuha teknike dhe ajo e shkollave dhe akademike është vërtet shumë e vështirë. Dhe ne erdhëm me atë frymën që kishim rezultate shumë të mira në Shqipëri edhe do shkëlqenim këtu. Dhe madje kujtoj me Jonën duke qeshur temën e parë që ne kemi marrë dysh. Po, sepse na bëri temë, edhe ka qenë një nga mësueset e tona më të dashura, Maria Pia Perroko, të cilën i ruajm akoma kontaktet, sepse ka qenë shtysa jonë më e madhe dhe ajo që s'na ka lëshuar, domethënë që të bijem në demoralizimin e adoleshencës që ne kishim ardhur me premisa të mëdha. Dhe ajo na bëri një temë dhe na vuri dhe tha do shkruani atë çfarë ju mendoni, tha, dhe na përshkruani frikat e juaja, tha, dhe ishte tema për frikat e tona. Unë e kam patur gjithmonë talent shkrimin dhe ajo më kishte vënë në një anë më kishte vënë 9 në një anë të fletës dhe në anën tjetër më kishte vënë 2. Unë nuk e pash fare atë 9, unë pash vetëm atë 2-shin e kuq, edhe Jona po ashtu dhe të qarat e tona sepse ka mundësi, ne jemi shumë. Po, që ka mundësi domethënë. Edhe ajo tha, dua të tregoj tha këto dy binjake tha që sot kemi këtu. Tha, dhe janë regjistruar në shkollën tonë, Institutin Alberti, ishte shkollë teknike ragjeneri nga më të vështira që mund të ekzistonin.
dhe ekonomike, shkollë ekonomike, ligjore dhe pastaj ti në të lartën të zgjidhje. Dhe ne aty ishim të shtangura me jonën, shumë të vogla. Edhe i them unë, po pse, i thash unë dysh? Tha, kemi dysh, do ta shpjegoj, tha, të kam vënë edhe këtë tjetrën, po ti këtë se peta, sepse ti tha pe këtë tjetrën. E pe gjysmën e gotës boshti. Atë që të dhambi. Tha, edhe tha, kjo dyshi është tha për shkrimin, tha, për gramaturën italiane. Po, ndërsa kjo tha është për atë që ka përmban tema, tha, dhe unë e kam përkthyer. Edhe ajo na ka regjistruar në kurs pas shkolle dhe ne nuk kemi humbur shkollën, nuk kemi humbur asnjë vit fal asaj. Dhe pastaj u bë, domethënë, asfalt çdo gjë për ne, në sensin ishte shumë e thjeshtë në momentin që bëhet, domethënë, njeriu përvetëson gjuhën, mendoj se është arma më e fortë që mund të ketë në një vend të huaj. Edhe ne pasi e fituam atë armën, e patëm në dorë gjuhën, çdo gjë tjetër na duke, pastaj çdo gjë tjetër na duke e thjeshtë. Edhe pse jo çdo gjë ishte ashtu, por si të gjithë. Dhe më vonë ajo mësuesja, domethënë ajo gjua dhe ajo shpata bëri të mundur që ti të vazhdoje edhe karrierën tënde dhe shkollën profesionale për ekonomi. Ajo ka qenë, unë e kam mbaruar për marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci. Pastaj kam kam mbaruar disa mastera për ekonomi, sepse më duheshin për degën time për tributarista, që është profesioni im që bëj sot, komercialiste, ekonomiste fiskale. Në Shqip është ekonomiste, por në italisht është diçka dhe më e zgjeruar. Po, është përmban shumë fusha, kurse në Shqip nuk e asu nuk dija se si e vura ekonomiste, por komercialiste është shumë më e gjerë, domethënë përmban shumë, po, përmban tributet, përmban fiskalen, ligjoren e lidhur ka gjitha brenda. Dhe fillimi, domethënë, ka qenë shtysa kryesore, ka qenë, dhe jam falenderuese gjithë jetën asaj profesoreshe. Pastaj vazhduam shkollën e lartë, motra për jurisprudencë, konsulenza del lavoro, ndërsa unë atë që sapo thash. Dhe pastaj isha në moshën 16 vjeçe kur bënim stazhet e para, sepse shkolla jon profesionale ishte raxhoneri dhe duhej me patjetër që të bëje stazhe të ndryshme dhe u futëm në disa zyra të ndryshme. Në studie të ndryshme, në studie të ndryshme komercialiste, ku unë dhe Jona arkivionim dokumente nga mëngjesi deri në darkë, thjesht vetëm dhe vetëm për të mësuar profesionin, e kishim domethënë ëndër. Dhe pastaj sapo ne universitetin e kemi mbaruar duke punuar në studio. Bravo. Kemi punuar dhe jemi laureuar në të njëjtën kohë. Ka qenë, domethënë, nuk mund ta quaj një sakrificë jashtëzakonshme për një arsye, sepse shumë njerëz do donin të kishin qenë në vendin tonë dhe që mund të kenë patur edhe aftësi më shumë se sa ne, por që nuk i është dhënë mundësia që të studiojnë nga universitetet më të mira të Italisë, që është Padova. Edhe kështu që jam falenderuese Zotit për këtë që na dha këtë mundësi që ne të jemi edhe sepse nuk ka asgjë pa lodhje, edhe atë që ne bënim, që studionim dhe punonim në të njëjtën kohë, ishte për ambicet e tona, për atë synimet që ne kishim. Kështu që e quaj lodhje sigurisht të time personale, por jo ndonjë sakrificë që mund të them që ndërkohë kam mbajtur familjen dhe kam studiuar, e kam punuar, kam lënë fëmijët e vegjël, po, sepse kam patur edhe studente shqiptarë që vërtet kanë qenë ekselente në universitet, ndërkohë që kishin 3 fëmijë. Dhe ajo, tani që unë jam nënë, e kuptoj që është vërtet një sakrificë e madhe të ndalosh, të privosh dhe të sakrifikosh fëmijën për të arritur qëllimet e tua. Dhe ato për mua janë vërtet heroina. Nuk më kupton, dua të them që ajo që kemi bërë ne, jemi të lumtura, por nuk është se ka qenë ndonjë sakrificë e jashtëzakonshme, thjesht kemi bërë atë që duhej bërë dhe duhet të bëjë çdo vajzë dhe çdo djalë kur i jepet mundësia për të studiuar.
Sepse për sa i përket edhe mundësisë, domethënë se jo, ndoshta edhe në këto kuptime ke që ju kishit mundësitë sepse jetonit aty e mund të zgjidhnit Padovën për shembull, por shumë student jashtë për shembull edhe unë kam ardhur nga Shqipëria në Universitetin e Padovës sepse ma kam përshkruar si një nga universitetet më të mira, por unë isha në Shqipëri dhe nuk e kisha atë mundësi të merrja kartën e identitetit si ty për shembull e të shkoja të regjistrohesha në universitet. Doja prita një vit derisa bëra gjeta dikë që të më bënte ato dreq letrash. Abano dhe Padova janë 10 minuta ti ke ardhur në konvikt, ato janë sakrifica. Shkon nga një konvikt në një konvikt, çdo vit na i ndryshonin, gjithmonë me valizhe në dorë. Kjo është sakrificë, këtë quajmë sakrificë, ndërsa ne ishim në Abano 10 minuta nga universiteti, ngriheshim me qetësi, më vonë morëm dhe makinën tonë, kështu që as në autobus nuk kemi shkuar në periudhë. Që prandaj e them që nuk duat të në sensin si shumë që kemi bërë sakrifica të mëdha. Nuk janë sakrifica të mëdha, kemi studiuar për veten tonë, për familjen tonë, për të ardhmen tonë, kështu që. Dhe ja keni dalë që të dyja. Faleminderit zotit. Herën tjetër ta dija që edhe Jonilda ishte në këtë fushë, do të kisha bërë një intervistë doppio. E bëjmë herën tjetër, s'ka problem. Herën tjetër me kënaqësi. I thash stop. Do doja ta jo është e jotja, tha. No, nuk e dija që Jonilda ishte në këtë fushë, nuk e di. Edhe me gjithë qeferën tjetër do të bëjmë një intervistë ku do jeni të dyja. Ne nuk kemi ndarë rast edhe një sekond të jetës tonë. Në fakt duhet të më shkonte edhe mendja duke qenë binjake, si mund t'i ndaja në një intervistë? Nuk e mendova. Këtu është gabimi im. S'ka problem. Ka binjake dhe binjake, por besoj që unë mund ta konsideroj që ne jemi nga ato të rrallat në botë. Po Sonildën e ke aty, mund ta fusim Sonildën, jo, se di, Bledi mund të fusim Jonildën. Jo, se neve jemi në shpitona, bëjmë çfarë të duam. Po, e di, po për momentin nuk e trazojmë sot. Se organizova për këtë pjesë. Okej, do bëjmë një intervistë tjetër me Sonildën. Me Jonildën, eko. Okej, Sonilda. Nese, sakrifica, gjithçka është sakrificë, kush më shumë e kush më pak, se të arrish të laureosh, sidomos në Padova, unë e di është shumë e vështirë, nuk është e thjeshtë. Megjithatë ti ja dole, gjysma jote ja doli, ti sot punon në një nga studio shumë prestigjioze, mund na thuash diçka rreth punës tënde. Unë që të njohësem që jemi të në Veneto të njohim, por nga që dëgjuesit e radios tonë janë dëgjojnë në gjithë botën, Kanada, Amerikë, kudo, Gjermani, prandaj edhe duam që të njohin edhe ata të tjerë. Me kënaqësinë më të madhe. Dëgjoj Madiana, një nga gjërat parimet e mia kryesore që e kam të trashëguar nga familja ime është mirënjohja. Njeriu mendoj unë më i suksesshëm në jetë dhe kjo gjë më ka ndihmuar jashtëmase shumë mua. Është kur është mirënjohës. Ndaj çdo kujt, ndaj gjithçkaje. Kushdo që ka, domethënë ka dhënë investimin e vet për të arritur unë diçka në jetën time. Historia e studios është nga më të bukurat të jetës time, sepse personi që domethënë është themeluesi i studios për 35 vitesh, ishte edhe profesori që na bëri praktikën në vitin e fundit të shkollës profesionale të raxhonerisë, Antonio. Ai i zgjidhte prefektura e Padovës, profesionista të lirë, avokat, komercialista, për të bërë praktikën terciare, a quhej, në shkolla të ndryshme profesionale teknike siç është raxhoneria. Dhe ai i kishte pranuar nga prefektura dhe erdhi tek instituti jonë. Dhe në momentin që na bëri, domethënë mësim për 6 muaj, pastaj na bëri testin, isha studentja e vetme që ai zgjodhi që të bëj stazhin 1 vjeçar, që ishte i paguar, në studion e tij. Isha vetëm 18 vjeç. E paguar, sepse nuk ndodh akoma edhe sot në Itali që ta paguajnë stazhin. Ishte e paguar në një rrogë normale. Dhe jo vetëm që mësoje, që ka qenë fillimi i karrierës time dhe unë sot jam nga një stagjiste e para 16 viteve në ato studio, unë sot jam ortake Antonios bashkë me Jonën në ato studio. Ai ka qenë
njeriu që ka besuar më shumë tek ne dhe na ka vlerësuar jashtëmase shumë, pavarësisht se ne rrinim deri vonë, të mbyllim deklarimet, të mbyllim bilancet, t'ja bënim domethënë sa më të lehtë atij punën. Nuk diskutohet dhe studia pati zhvillime të jashtëzakonshme, klientat ishin shumë të kënaqur dhe janë shumë të kënaqur dhe jam e lumtur shumë për këtë, dhe këtë unë e quaj arritje më shumë këtë, kur arrin një lloj pjekurie, një lloj korrektësie dhe krijon respekt tek njerëzit. Dhe këtë gjë më lumturon më shumë se sa përfitimet e mia ose rritja ime ekonomike gjatë këtyre viteve, është ajo rritja e personalitetit edhe e respektit që krijon tek njerëzit. Dhe këtë gjë na e dha këtë mundësi Antonio në fillim, sigurisht, dhe sot jemi përkrah ti si ortakët e ti në studio, dhe kjo gjë më jep jashtëmase shumë lumturi dhe prandaj të thash edhe kur mu propozua që të merja pjesë në një eksperiment politik që të shikojmë është diçka e ardhshme, por po e bëj thjesht për të vënë në provë veten time, për të provuar veten. Do flasim në një moment dytësor, tretësor. Po, patjetër. Po e lidh me këtë temë, po për në aspektin e karrierës, faleminderit Zotit, jam shumë e kompletuar dhe e lumtur sepse fal punës më ka dhënë mundësinë të jem edhe nën, edhe të jem edhe në ndihmë familjes time, të jem në këtë situatë të vështirë që po kalon dhe babai im me një sëmundje jo të thjeshtë. Dhe kjo gjë, kjo puna ime dhe autonomia ime dhe kjo që kam krijuar më ka dhënë mundësinë që edhe të jem prezent tek familja ime, tek gjëja më e rëndësishme që është për njeriu. Shëndet babit tënd. Faleminderit shumë. Edhe me murimet e mia, komplimentet e mia më të përzemërta për këtë që keni arritur, se nuk është e thjesht sot as në Itali, po as edhe në kudo besoj, as në Shqipëri, akoma domethënë sipas me shoqëria nuk është shoqëria gati, o nuk jemi ne gati, po mendoj se gratë akoma në këto fusha, se në sipërmarrje, në këto në disa pika përballen akoma me paragjykime. Prandaj është me të vërtet për të admiruar Do guxim. Kam marrë pjesë edhe në një kohët e fundit në një shoqat biznesmenësh që bën edhe shqiptar diku këtu në Itali, e nuk kishte asnjë femër. Nuk besoj se nuk janë, por aty në atë mbledhje nuk kishte. Prandaj me të vërtet ç'a mendon se na pengon sot? I pengon gratë në sipërmarrje të shpërthejnë apo të po. Është e dhimbshme, se kam thënë edhe në tavolina familjare dhe me miqtë e mi, nëse do flasim për brezin para moshës time, më thënë brezi i prindërve të mi ose edhe pak më i ri se prindrit e mi që kanë ardhur në Itali, siç je ti për shembull, kanë patur jashtëmase shumë vështirësi, sepse kanë ardhur nga dy realitetet të tmerrshme, realiteti i komunizmit, realiteti një demokracie një demokraci, po shumë të brish, një demokracie të vrarë, doja të thoja, sepse ishte një demokraci që njerëzit nuk po e kuptonin se kujt i përkisnin dhe çfarë duhet të bënin dhe çfarë vendimi duhet të merrnin, dhe shpesh domethënë kanë marrë dhe vendimet e gabuara sepse nuk vetëm për të mos u kthyer mbrapa. Dhe rasti i këtij brezi për mua është i justifikueshëm sepse shumica kanë ardhur meshkujt, burrat dhe kanë marrë, domethënë kanë qenë ata primarët që kanë udhëzuar familjen dhe familjarët. Dhe është më se e kuptueshme për brezin, për ato breza, sepse burrat kanë marrë përsipër rrezikshmërinë dhe gratë janë kujdesur të parët. Po, janë nisur të parët dhe kur kanë ardhur në Itali e kanë patur shumë të vështirë sepse kanë ardhur në një moshë mes dy sistemeve dhe kanë patur të vështirë gjuhën, të integrohen, edhe të gjejnë punën, edhe bukën e gojës për familjen dhe jo më të mendojnë se si t'i bëjnë sipërmarrëse gratë. Kupton? Brezi im që kanë ardhur të vegjël,
që kanë patur mundësi në shpatullat e familjeve të tyre të studiojnë, të jenë dikushi, është shumë e dhimbshme se si shumë vajza shqiptare, dhe djem shqiptar, po dhe mos vajza shqiptare, nuk arrin të mbyllin ciklet shkollore, nuk shkojnë në kërkim ose të objektivave, të ambicjeve, i duan atë rritjen e shpejt, e duan arritjen të shpejt. Po, edhe e duan arritjen të shpejt, arritja e shpejt nuk ekziston, nuk mund të them unë që unë jam komercialiste e bërë në një vit. Unë kam 16 vite kontribute që jap pafund, po ta theksoja nga një stagjiste, nga një arkivuese dokumentash 16 vjeçe, sepse synimet e mia dhe familjes time ishin ato që ju nuk duhet të punoni kamariere, ju nuk duhet të bëni nesër pastruese, ju duhet të jeni të zonjat e vetes tuaj, të jeni sipërmarrëset, edhe të jeni në ndihmë për familjen dhe për çdo për shoqërinë. Po jo të jeni leva e dikujt. Dhe kur niset ky parim nga familja, ndaj vajzave flas, sidomos për popullin tonë dhe për popujt oriental, si këto probleme kanë patur edhe arabët, e kanë patur dhe e dim shumë mirë dhe komunitetet të tjera që janë pak a shumë me të njëjtin mentalitet të vendit tonë, sepse nuk kanë shtysën kryesore familjen, dhe ato pastaj e humbasin atë dëshirën ose ambicien edhe ambicien për të qenë dikush. Kështu që është shumë e rëndësishme shkollimi. Unë nëse mund t'i thoja një vajze çfarë mund t'i dhurosh një vajze pasi ka mbaruar klasën e 8, jo më shumë, unë do thoja shkollat më të mira. Nëse mund t'i dhurosh diçka fëmijë, dhuroj shkollat më të mira, investo tek shkolla, tek dija e tij. Është shumë e dhimbshme se si shumë rini, nëse më ke vënë re, kam ardhur këtu që e vogël dhe unë kemi folur bashkë dhe nuk kam folur asnjë fjalë italisht. Është gjëja që urrej më shumë është huazimet e gjuhës tonë. Dhe kjo ka ndodhur për fatin tim të mirë që kam studiuar në Itali, por kam ruajtur dhe identitetin e vendit tim nga leximi, duke lexuar për vendin tim, duke lexuar librat që mami im në valixhe ka marrë më shumë se sa rrobat ka marrë librat. Dhe nuk jam larguar Fishtës, nuk jam larguar Frashërit, nuk jam larguar historianëve, Kadares, dhe kjo gjë të mban përveç se dijes tënde, të mban edhe më të afërt me vendin tënd. Dhe atë kontribut që ne më shumë mund të japim për vendin tonë, është të jemi më të mirët, të japim më të mirën tonë, dhe ta nderojmë vendin tonë. Dhe kur të thuash jam shqiptare, ta thuash me krenari, sepse je komercialistja e atij njeriu që po drejton një vend, sepse unë klientat që kam klienta që drejtojnë Vicencën, klienta po flasim që i kemi këtu afër. Drejtojnë për kushtet që janë në Veneto tek ne. Po, dhe është një nuk di, është një satisfakcion i jashtëzakonshëm kur më tregoj me krenari që jam shqiptar, se thjesht më pyesin për emrin kur vini në fillim, se tani tashmë janë bërë klient prej vitesh, por në fillimet e para kur fillova, që më thani i telefonoja për konsulenca të ndryshme në studio, dhe ishte kënaqësi e madhe. Po, më kupton, është e gjitha se si njeriu i ka objektivat e tij. Një nga frazat kryesore që e publikoj edhe në faqet e mia kudo, në Instagram edhe në Facebook, që kam si frazë kryesore është shikoj objektivin, me dritën e Zotit dhe suksesi është i arritur. Në fakt unë kisha shkruar e doja të ta thoj që na thoi kuptimin e nxurë vet, po e kam lexuar. Ta parashtrova se kjo për mua ka qenë tamam ajo muza që më ka shtyrë gjithmonë. E Zoti përpara dhe objektivat e mia e realizuar gjithmonë. Të mia dhe të motrës time, se kur flas të miat jam gjithmonë me jonë. Jam gjithmonë me gjysmën. Je shumë besimtare, Sonita? Shumë. Shumë beson. Se është boshti kryesor i çdo lloji njeriu. Njeriu nëse nuk ka boshtin e besimit në Zot, nuk ka asgjë në këtë jetë. Thjesht është që njeriu vetëm një pyetje duhet i bëj vetes. Kush ishim ne? Kush na pyeti pse erdhëm? Dhe kush do na pyes pse do ikim?
dhe ku do ikim ne. Jam njeri optimist, dua ta mendoj që do iki tek Zoti im, dua ta mendoj që ka një botë më të mirë, dua ta mendoj që nuk përfundon këtu jeta jon. Dhe kështu që janë shumë faktorë që më bëjnë të besoj pafund në Zot. Po sikur të mos jetë kështu. Po pikërisht të thash jam shumë optimiste dhe është besimi. Është besimi. Njeriu atë dritë o e ka të ndezur nuk e ka. Nuk shpeshherë besimin mund ta shpjegosh, patjetër që më jep njeriu argumentet e tij, por nuk janë kurrë të mjaftueshme për një njeri që nuk do të besojë. Kështu që unë i dhash atë çfarë unë mendoj, por jo se duhet ta kenë të gjithë ose mund ta kenë. Uroj dasht Zoti që ta kenë të gjithë atë lloj drite, sepse besoj që nuk do ekzistonte fjala depresion, nuk do ekzistonte fjala trishtim, nuk do ekzistonte fjala pesimizëm. Se na ka thënë shumë. Ka njerëz që janë të sëmurë me sëmundje shumë të rënda dhe i mban gjallë dhe ecin përpara me besimin që drita hyjnore do i shërojë dhe do e kalojnë me sukses dhe ashtu ka ndodhur. Kur të fiket ajo dritë, është fikur njeriu. Okej, një nga pyetjet që kisha përgatitur ishte kush është frymëzimi juaj, po e the. Zoti, po përveç Zotit e lëm Zotin çik rahat atje ku është. Gjysma ime është muza ime. Gjysma jote. Mund na flasësh çik për gjysmën tënde? Mund të thuash diçka më shumë me që bëra gabimin mos ftoja gjysmën tënde këtu. Gjysma ime është dëgjoj, ja kam thënë shumë njerëzve këtë. Po. Mami im ma ka thënë me qindra herë, para se të martoheshim, para se të krijonin familjet tona, ajo ka 2 fëmijë, unë kam 2 fëmijë, jemi të kompletuar në aspektin shpirtëror të fëmijës. Dhe mami më thoshte, prit, mos bëni kaq shumë për njëra tjetrën, se do vi një moment që do keni fëmijët tuaj dhe nuk ka dashuri më të madhe se sa fëmia. Edhe do harroheni. Është e vërtetë, s'ka dashuri më të madhe se sa fëmia. Por më beso që ka dashuri më të madhe nëse ke një binjake, ashtu siç e kam unë. Binjakët, siç jemi unë dhe Jona, sepse më beso të njëjtat përgjigje do t'i thoshte edhe ajo. Binjakët si puna jonë, me plot gojën të them, janë thjesht 2 trupa të ndarë me një shpirt të vetëm. Ne ndjejmë çdo gjë të njëra tjetrës, ne mendojmë çdo gjë të njëra tjetrës. Telepatia nuk është thjesht thënie, është veprim, është fakt i vërtet. Me thënë, më ka ndodhur në përditshmëri, Madjana, çdo ditë më ndodh që kam një pak kënaqësi ose kam edhe një moment lumturi dhe ajo në atë moment është aty. Ajo më merr në telefon dhe thotë, shpirtësi, po, çdo gjë. Dhe pa çdo gjë do jetoja në këtë botë, pa çdo gjë, se njeriu jeton pa çdo gjë, por do lutesha mos jetoja kurrë pa Jonën. Kështu që është dashuri, unë e quaj atë gjithmonë dashuri mbi të gjitha dashuri. Është gjysma ime. Më rënqethe mishin, edhe rënqethe mishin njëri që nuk ka motor fare. Sa keq. Më besoj më vjen shumë. Një kaq mirë dhe më vjen shumë keq. Edhe lot po ndalin. Nuk jam emocionuar ndonjëherë. Po nuk isha dëgjuar ndonjëherë të flisë shumë, sidomos kur nuk ka motor, nuk e ndjej atë. Është ndryshe me vëllezër, nuk e di, kam 2 vëllezër, po për mua nuk është e njëjta gjë, nëse varet nga. Jo, nuk është e një, i kam dhe vëllajnë, e kam dritë syri, e dua pa fund. Po binjakja gjysma jote është diçka ndryshe. Okej. E përshëndesim Jonën. Faleminderit për këto momente emocionante. Unë doja të kaloja edhe në një temë tjetër. Shkrimi. Ti shkruan? Apo bën vetëm poezi, sepse më ka, domethënë. Jo, unë po përfundoj dhe librin. Po shkruan edhe në libër, po mund të na flasë se si lindi? Atëherë unë kam shkruar që e vogël. Dhe ka qenë një gjë, më thënë se nuk isha kur besim tek poezitë e mia, në sensin që mund të
mund të pëlqejeshin, sepse është një nga dilemat kryesore të njeriut për çdo lloj fushë që a do t'i pëlqej kjo gjë ose se si mund të pritet nga një person i tretë. Dhe i kam shkruar veçanërisht për njerëzit e mi të dashur, për njerëz të veçantë. Dhe kur ja dërgoja, secili prej tyre më thoshte Sonilda, të lutem mos i lër vetëm në shkrim, por publikoje, qoftë kemi dhe neve si libër. Dhe në fakt, para 2 vitesh bëra botimin e librit tim të parë, që ishte volum me poezi të ndryshme. Dhe tani po e përfundoj librin, por është si titullohet? Grinca jete. Grinca jete. Kur të takohemi do ta adhuroj një. E rrofsh. Edhe për kush dëshiron që ta blej, mund ta gjej ku? Është akoma në e kam vënë në biblioteka të ndryshme në Shqipëri. Por tani po e bëj dhe përkthimin në italisht dhe do ta vendos dhe online. Grinca. Sepse janë shumë që i kam bërë me rim dhe e kam të vështirë t'i përkthej në mënyrë identike, po mundohem të ja përshtas dhe disi do dalin, disa prej tyre i kam selektuar, kështu që kur të dal volumi në italisht, atëherë do ta publikoj. Edhe do ta prezantojmë, besoj. Po do. Me kënaqësi. Edhe libri që po shkruani ty? Libri që po shkruaj është roman biografik. Është historia e gjyshes time. Është një histori pothuajse jo reale, në sensin është më se reale, por njerëzit do ta mendojnë sikur nuk mund të ketë ndodhur. Është e pabesueshme. Dhe prandaj të them që ta lidh me frazën e parë, që asgjë çka ne bëjmë sot nuk është sakrificë, në krahasim duke kujtuar sakrificën e nënave tona, gjysheve tona, se çfarë kanë përjetuar ato, këto janë thjesht si të themi kalimtare, janë aq të thjeshta sa më vjen për të qeshur, domethënë kur thjesht një fragment të jetës së saj ta tregoj, ta krahasosh me çdo lloj sakrifice që mund të kem bërë në Itali. Po, kështu që është një libër që besoj dhe atë do ta bëj edhe në italisht, se po e bëj në bilingue, në 2 gjuhë, dhe ai besoj do jetë suksesi më i mirë për sa i përket shkrimeve, se poezit janë pak subjektive domethënë jo të gjithë mund t'i pëlqejnë poezitë e mia, pa diskutim, ashtu dhe mund të ndodhë edhe me romanin, por besoj se ky libër do i pëlqejë të gjithëve, sepse është vërtet histori që mund të prek çdo. Mund të gjendet kushdo në atë libër. Dhe është një nga pasionet e mia më të mëdha. E shkruaj, kam një kohë aq të shkurtër, sa unë them që koha nuk mund të jetë për mua 24 orë, do të jetë 48 orë dhe prapë s'më mjafton. Sepse vërtet nuk e kam kohën, është ajo që mua më mungon shumë është koha. Por ama në darkë, pasi kam vënë fëmijët në gjumë, pasi kam mbyllur ndonjë bilanc, për moment qetësie, relaksi, e kam shkruaj shumë. Po presim momentin e vështirësisë nëse do të na para se dal libri, të na anticiposh. Do që ta anticipoj tani? Jo, vetëm nga që the që po t'jap vetëm the që do të ta them. Po të ta jap, po të ta jap në sensin që. Okej, në rregull, po presim librin atëre. Po. Sepse është një temë e gjerë, sa nuk dua të devijoj sonte, sepse do ta thoja me kënaqësi. Po është temë shumë e gjerë. Në rregull, po presim librin. Megjithatë, jo të gjithë, unë besoj se të gjithë do t'i pëlqejnë poezitë tua. Mua më pëlqejnë shumë, edhe unë e them gjithmonë në transmetimet tona se më pëlqen shumë kur të ftoj poet, sepse unë e adhuroj, më pëlqen poezia. Edhe si them gjithmonë, por vetëm ta lexoj, se nuk jam e aftë ta shkruaj. I kam lexuar poezitë tua, janë fantastike. Edhe kam një shoqe që shkruan poezi dhe nuk do t'i botoj, edhe kam lutur edhe i kam dendur mbrapa derisa t'i botonte, se nga që kam pa aftësinë time për të shkruar poezi,
Duat lexoj, tani po botojnë, por të tuat janë fantastike, mos ki merak se nuk i besoj. Faleminderit. Faleminderit. Kush e do, më beso ama që kush e do poezinë vërtet, ashtu si ty, edhe di të shkruaj, por edhe ti bën pjesë të asaj ajo kategori që nuk ke dëshirë që Se di do të jetë talent shumë i fshehur, por shumë në thellësi, nuk e di se ku do jetë. Por më pëlqen të lexoj tuajat. Për momentin po lexoj tuajat. Edhe tënde, sot po lexojmë disa poezi të tuat. Unë po filloj, nuk e kam bërë ndonjëri, kam lexuar unë poezit, po sot do desha ta bëja një ti, si thua. Bëjmë një, po filloj unë me të parën. E do doja Bledi, në qoftë se na vë dhe muzikën, se Bledi kur lexojmë poezi na vë një muzikë relaksuese që del fantastike dhe leximi. Jo, ti do jetë akoma më interesant, besoj. Okej. O zonjë krenare, për ty përkulemi, mëshirë nga Zoti po shpreson. Të kërkojmë falje e për ty lutemi, përveç ati kush të rëzon. O toke arbit, shumë të lënduam. Me gjak nënash e lot jetimi, e se kush ishe të gjithë harruam, gjërsa në palc na vjen dëshkimi. Një vrasje sot, nesër një tjetër, vlla i vllan, fëmija prindin, harruan ty fisnike vjetër, sa shumë po vdesin e pak po lindin. Ti shkundesh, vigjesh e përdunohesh, nga çdo mëkate politik, o biri arbrit, se nuk pendohesh, as të ka ngelur soj një pik. Por jo komplet, sta ulëm kokën, është dardania që të shpëton, më shumë se kur e mbrojt ti lokën, nga ti askush nuk na largon. Evropë shiko se jemi një, me ty pa ty s'na bëhet vonë, më shumë se kur kemi një zë, edhe gjaku mëm që na bashkon. Sot do festojmë më krye lartë, sa do plakt kemi shkaktuar. Do t'jesh një ditë dhe ti në artë, një zonjë krenare e bashkuar. Shumë patriotizëm, Sonila. Sonilda, sepse sa po më erdhi edhe një mesazh nga Sonila Kadareja që do ta lexoj pak më vonë, prandaj u ngatrova. Përshëndesim dhe Sonilën. Përshëndesim edhe ajo shkruan. E kemi shumë gjanshën, Sonilën. E duam shumë edhe Sonilën. Okej, ndërsa ti lexon poezinë që ke zgjedhur, tënde nuk po lexoj mesazhin e Sonilës se po ta them. Për të qëndruar pak në temën e advokatarisë, po vazhdoj po me të njëjtën temë. Okej. Por nuk mund ta ndaj një poezi nga tjetra. Nëse mundem të t'i them të dyja. Patjetër. Ashtu si motra e do motrën, si mërdimtari ka mall për votrën, sa është saranda gjë në rrugov, aq shumë të duam pa fund Kosovë. Ty shtec të quaj e konsideroj, krahin e Shqipes jirë në lindje, një ditë gjithë bota do t'regoj, ne jemi një, e thënë plot bindje. Si zonjë fisnike, krahët valviti, dhe pse plagët kurs të shërohen, mos harro kurrje vajzë Petriti, kur dielli del dhe ret largohen. Prej nga pellazgët e lashtësisë derisa bota komplet të shuhet, nuk thyen rënjet e arbërisë, tokë të bekuar kemi në thuhet. Po një mallkim na është dhënë, se nuk i jap tjetër shpjegim. Dorën e zgjatur, varur e lëm, dhe ndihmën japim me kursim. Kjo është njëra, është lidhur gjithmonë me Kosovën. Kam shkruar shumë në lidhje me Kosovën dhe Shqipërinë, sepse nuk mund ta quaj dot shtet. Është një nga pjesët tona
më të mira që ne kemi. Dardania është një nga themelet e identitetit tonë. Dhe kam shumë të rëndësishme që ne, fëmijët tanë, se cili për nesh mos ta harroj kurrë, që ne jemi një. Dhe pavarësisht politikave, ne duhet ta ruajmë këtë identitet dhe të mos e lejojmë sepse fillon nga ne. Çdo vit e më shumë rritesh, e më shumë të shtohen plagët, nuk të mbrojnë dhe nëse vritesh, me hare t'i thurim kangët. Nuk të quaj më shqiponj, se pa krah, ke vetëm sqepin, krenarin se ke më zonjë, e as sofrën bashk me djetin. Por së largu shqiptar, gjishtërit duke baskuar, për të dukur je i parë, arbërin ke tradhëtuar, i vëlla e shite tokën, edhe emrin e ndryshove, ike e nuk ktheve kokën, gjakun, besën, e mohove. Edhe ju, edhe unë, jo s'jam më mirë, po si ju jam të përruar, larg nga arbëri e lirë jam rritur e shkolluar. As kënd mos ta fajsojmë, politikat jeto janë, ne zgjedhim e ndryshojmë, lule apo kasaphan. Mjaft të nëntore ke festuar, mjaft me valle recitime, Shqipëria e nderuar nuk do dhun as emigrime. Nëse pak soj të kam betur, dhe të ngrem zërin kur duhet, se Shqiponja nuk rrin fjetur, të mbroj qerdhen, jo nuk druhet. Mrekulli. Ti interpreton akoma më mirë. Faleminderit. Shumë bukur. Me që... po më thuaj. Që e fundit është shumë e veçantë për mua, ashtu siç kam dhe një tjetër, sepse është për ikjen nga Shqipëria, atë që po bëjmë çdo ditë, që po e braktisim vendin tonë. Për fat të keq. Dhe këtë e vuaj më shumë se çdo gjë tjetër. E vonë është çdo protest, çdo ditën nga një. Që kënë gëzojnë, bëjnë fest, askush nuk u bën zë. Më vrat, tha djenjë nën, më vrat, tha një i ri, sa poshtë që kemi rënë, për fatin ton të zi. Më vrat ju që votuat, ju që dhe nderin e shitët, ju që kokullur lejuat, e tokën me gjake uitët. Mjaft ngelëm duke fajsuar, ca krimba në politik, vetë ne kemi lejuar, të na bëjnë sot e qik. Nuk të erdi nga mendove, Anadoli o Beogradi, vdiqe kur e mësove, po të pret në bese vlati. Si gjë me brit më pikëllimi, dal nga ikjes lëngon në faj. Për ta nderuar ishte qëllimi, por i braktisur mbeti në vaj. Sonilda, Bledi i mbaruam, kjo ishte e fundit. Mund të ti themi edhe Bledit na, nuk e di, më duke se Bledi ve gjithmonë muzikë gjatë transmisionit ton. Po kjo e fundit, Sonilda, ka të bëjë me situatën aktuale të vendit tonë. Shqipërisë, të vendit tonë. Edhe ne në radio na pëlqen shumë kjo temë. Dy moderatorëve të tjerë, Gencit edhe Leos që ti nuk i nje, do shta indi do të i njohësh, akoma më shumë, kurse mua më pëlqen më shumë pjesa e artit, kulturës e të tjera. Por per forca sot kjo është situata. Si mendon, qa mund të bëjmë? Si të duke, se do me thënë qa mendon ti për këtë situatë dhe qa mund të bëjmë ne, qa mund të bëjë diaspora për ta ndryshuar këtë situatë? Nuk ka ndodhur asnjëherë. Është matematikë eksakte që të mos ndryshojë një situatë ku njerëzit janë të bashkuar. Nuk mund të ndodhë ndryshe. Asnjëri nuk mund të ma provojë të kundërtën, sepse në të gjitha revoltat botërore, në të gjitha fitoret e mëdha, ka ndodhur ku njerëzit kanë qenë të bashkuar.
Problemi jonë është sepse ne nuk kemi prioritete. Nuk kemi prioritete. Vendi jonë nuk është prioritet. Ne japim prioritet të gjithë çdo gjëje në vendin tonë, përveç se vendit tonë. Çdo ditë po shitet çdo pjesë e Shqipërisë, territore pafund, dhe të shikosh moshat e mia dhe shumë të tjerë, edhe mosha më të vogla që mos të flasin fare pastaj se ata janë në një planet tjetër. Nuk shohin as edhe një lloj lajmi se çfarë po i vret dita ditës. Çdo lloj informacioni mund të ta japim për çdo lloj artisti në botë dhe për çdo lloj këngëtari, për çdo lloj filmi i ri që del në kinema, dhe asnjëri prej tyre nuk e di që narta po coptohet, që Sazani është shitur, që çdo pjesë e Shqipërisë është coptuar, është vjedhur. Rriolli është peng, dhe dua të them që këto nuk i din shumica e rinisë, sepse vendi jon dihet që shumica, pavarësisht se tani ka nikur dhe rinia po. Ajo pjesë që ka mbetur dhe ne gjithashtu, sepse shumë kanë të drejtë të thonë që po e ke të thjeshti të flasësh atje një komercialiste që s'to mungon asgjë, je në Itali dhe ti nuk e di problematikat tona, ne duhet të ruajmë vendin e punës, ma kanë thënë që ne kemi të rëndësishme të ruajmë vendin e punës dhe të bindemi politikave që janë. Por, nëse e pe tek një nga poezitë e mia që kam shkruar, edhe unë jo s'jam më mirë, po si ju jam turpëruar, larg në arbërinë e lirë jam rritur e shkolluar. Kur përfshi në përgjithësi, përfshi dhe veten time. Përfshi dhe veten time sepse e para që ne duhet bëjmë është të japim më të mirën tonën, të nderojmë vendin tonë, kjo është kryesorja, që të krijojmë një identitet, një pikë force, dhe kur krijon një pikë force, beso që bashkimi i shumë pikave të forcave janë në gjendje të rrëzojnë çdo lloj politike, çdo lloj sistemi. Por ne jemi për fat të keq në dhimbje të madhe, them këtë, një popull shumë egoist, them këtë me dhimbje, sepse nëse shikon një vend fqin të cilin ne kemi një urrëtie të jashtëzakonshme, por që ka treguar që ka një patriotizëm shumë më të lartë se ne, e kanë djegur Beogradin. Dhe ndërsa në vendin ton nuk janë ngritur për një protest të mirëfillt, po ngrihen gjithmonë, janë gjithmonë çdo 1 kilometër më tutje. Mendon se nuk janë protesta ato të opozitës? Nuk janë protesta. Nuk janë protesta të opozitës. Nuk janë protesta. Janë mundime që bëjnë për vizualitetin e njerëzve, por nuk janë protesta, janë të organizuara politikisht. Unë po flas të organizuara me esensin e patriotizmit, të organizuara në sensin e dashurisë nga populli për dashurinë e vendit, të dalin. Po, nuk më intereson fare të dalin dhe të japin protesta, të tërheqim zvarr dhe të zërrëzojmë nga pushteti ata politikanë që janë aktualisht. Ajo s'diskutoj që bie automatikisht në momentin që ti ke dalur për një qëllim tjetër, për qëllimin e mosikjes së njerëzve nga vendi jot, për sjelljen e trurit në Shqipëri që mungon, për shëndetësinë që mungon, që njerëzit po vdesin dita ditës sepse në spitale nuk kanë medikamente, për shkollat që janë drejt vdekjes, drejt përfundimit, sepse po funksionojnë vetëm ato privatet. Këto janë për sistemin e drejtësi, kur një shtet nuk ka sistemin e mjekësisë, të drejtësisë, të arsimit, për mua është një shtet i vdekur dhe është e dhimbshme, dhe ne po e shikojmë vendin tonë që vdes dita ditës dhe ne thjesht bëjmë këto bisedat që bëjmë me njëri tjetrin. Ajo çka duhet të bëjmë është edhe ne që jemi këtu, të gjithë të organizojmë një protestë të mirëfillt, të organizojmë një numër të caktuar njerëzish që bëjnë pak sakrificë, edhe të presin atë biletën e tyre, edhe të lënë 2 ditë punën e tyre, edhe të lënë 2 ditë fëmijët, për të thonë që po ikim dhe po e bëj këtë gjë për vendin tim. Të paktën e bëri mundimin dhe thonë e kemi bërë mundimin për vendin tim, por nuk e bën asnjë. U mundova dhe unë këtë gjë po mundohem dita ditës, bisedoj edhe me klienta shqiptarë që kam një numër të madh. Dhe më thonë me fjalë, më thonë, po së Nilda organizoje, ne na ke, do vim.
por diçka faktike asnjëherë nuk e pash. Dhe unë këtë të lutem Zoti që ta realizojmë, që të sjellim ndryshimin në vendin tonë. Pa pretenduar, sepse ajo që ne dëgjojmë çdo ditë është po, ne e dërgojmë në Shqipëri, ne mbajmë familjarët në Shqipëri. Lëri të gjitha këto. E ke bërë gjithsesi për veten tënde, për familjarin tënd, nuk e bërë për vendin tënd. Po për kombin Vendi tënd është, po, për kombin është çdo gjë, është diçka komplet tjetër. Është diçka komplet tjetër. Sepse është e tmerrshme në Aba në Terme, në spitalin e Aba në Termes kanë ardhur mbi 20 infermiera dhe mjek nga Shqipëria. E di se Nga po bëj Shqipëri- dokumentat. Po ashtu dhe Më unë. kanë marrë, po. Po Edhe ashtu ti, dhe po, unë. edhe unë nga Është- Aba në Terme më kanë marrë. Grava është e tmerrshme, është e dhimbshme. Jasme. Po, me Kështu që- vërtet. Po, ajo vjen dhe edhe unë them o Zot, ajo mund t'ishte në Shqipëri, t'jepte këtë aftësi që ka të kuronte njerëzit atje. Ishte tmerrshëm mos të kenë ilaçe për kemje, mos të kenë dializa, mos të kenë medikamente jetësore për të mbajtur njeriu gjallë. Sa mos të flasim pastaj për këto tjera që secili i paguan vetëm dhe vetëm nga xhepi vet. S'diskutohet. Po nuk e Kështu që gjen, kjo- edhe si kur të doj të paguaj, nuk i gjen. Në spitalin e Padovës është plot me shqiptarë që vinë kurohen me sëmundje onkologjike. Edhe kjo është qa nuk tolerohet më, është e patolerueshme. Edhe të dëgjosh deklaratet e ministres të shëndetësisë, Është e turpshme. është me të vërtetë e turpshme, nuk e di se me çfarë Po, kurajo vazhdojnë akoma me dati, çfarë se me kurajo? çfarë Po ja, kurajo. çfarë digniteti kemi ne Madiana? Çfarë karakteri kemi ne Madiana në momentin sa familjar ka në Shqipëri, sa familjar ka në Shqipëri që kanë të paktën një të sëmurë në onkologjik. Dhe asnjëri prej tyre pas deklaratës së fliqur që bëri ajo duke thënë se njeriu që është me tumor nuk do të thotë se s'mund të punoj, duhet të punoj. Po të jetë terminal, do të thotë që një njeri kur të jetë në fazën e fundit që do po vdes, atëherë mundet të mos punoj. Po një njeri me tumor mundet të punoj kur në botë, në Evropë, njeriu me sëmundje të tillë konsiderohet fragjil, konsiderohet i dobët dhe mbrohet në mënyrë maksimale. Mbrohet në mënyrë maksimale, ndërsa ministri i një shteti del dhe thot Me këto deklarata të tilla, edhe Nuk askush kanë nuk që të mbush nuk Po, mbushet dhe familje- sheshi. Ajo që më vret, që mua më lëndon është Po, se nuk bravo. mbushet sheshi këtu. Bravo, Se sheshi pra këtu kështu. nuk mbushet. Po, tek Ministria e Shëndetësisë ta Po, nxjerrin atë. përse? Dhe thon hajde këtu ti moj zonjë. Ja ku është mamaja ime që nuk rin dot në këmbë. Kjo nuk meriton ta ketë ndihmë njëri tjetri kur të bëhen aty, qoftë edhe 200 veta kanë bërë ndryshimin. Ajo ikën nga detyra, mëson tjetri. Moj në Kosovë po na japin mësim dita ditës. Kosova po na jep mësim dita ditës. Ka krijuar institucione shumë mbrapa nesh. Shumë mbrapa nesh. Është bërë Dhe janë shtet shumë mbrapa nesh. Shumë mbrapa nesh dhe janë aq shumë përpara. Pensioni minimal varion nga 500 euro. Në Shqipëri 500 euro e ka një person që ka dhënë djersën e tij gjithë jetën në punë të vështira, të rënda. Kosova na mësoi edhe neve si diasporë se çfarë do të thotë kur ngrihesh e vete edhe futa të votën tek ajo kutia, tek ajo kutia na i mësoi. Pse ne akoma po filloj të mendoj që jemi me të vërtetë një shtet që tjetër mendojmë, tjetër bëjmë, tjetër themi. Sepse midis nesh e themi që nuk shkon, kjo gjë nuk shkon, nuk shkon. Por asgjë nuk ndryshon. Asgjë nuk Ne në ndryshon. fakt Sonilda nuk e di nëse na ke ndjekur edhe në emisione të tjera, po edhe një nga motivet e radios tonë të ftuar radios tonë kemi pasur shumë të ftuar nga Gentianit, e një Gentianin, një Naim Nela, domethënë shumë kemi të ftuar regjisor nga Zef Luca nga Kanadaja, gjithë e kemi ftuar dhe kur tek kjo temë pikërisht një nga motivet tona është që të fillojmë me këtë frymën e bashkimit edhe të bërjes diçka si diasporë, edhe kemi filluar domethënë pak a shumë të gjejmë persona, shumë persona që e mendojnë në të njëjtën mënyrë
si ne, si ty, por ajo që na mungon është me të vërtet një koordinim. Unë shpresoj që ka ardhur momenti të koordinohemi ndoshta s'bëjmë mrekulli, por të provojmë, duhet të provojmë. Bashkimi e bën mrekullin. Bashkimi për një qëllim të vërtet, jo thjesht sepse dua të rrëzoj një pushtet. Është për të rrëzuar një sistem. Është për të rrëzuar. Është pikërisht është për të kërkuar një të drejtë jetësore që na takon se i cili për nesh. Ti nuk e ke idenë, Madiana, vetëm vitet e fundit, se sa tesera sanitare STP ka lëshuar kjo Sanilda nëpërmjet një mikeshës time që punon në Ulsin e Rubanës dhe më kanë ndihmuar jashtëmase shumë italiane për të lëshuar këtë tesera, për të shpëtuar njerëz të mi, edhe të afërm dhe jo të afërm që më kanë kërkuar, dhe aq dhimbje të madhe dhe aq turp ndjej, aq e turpëruar ndihem kur them që po ka ardhur ky person dhe nuk ka marrë as ndihmën e parë dhe është në statusin e fundit dhe këtu duhet ta marrin përsipër dhe rikthehen në Shqipëri sikur nuk ka ndodhur asgjë me trupin e tyre, aq shumë rigjenerimi bëjnë, ndërkohë që në Shqipëri ja kanë humbur të gjitha shpresat. Kjo është e dhimbshme, po flasim për jetën. Unë nuk e vë në dyshim, një shtet mund të ketë problematika të ndryshme, korrupsionin e tjerë. Do kisha qenë shumë e lumtur që sonte të flisni për këto tema, që në vendin ton duhet të largojmë korrupsionin, kjo politikë nuk shkon, edhe të flisim për politikë. Po ne sot duhet të flasim për jetën në Shqipëri. Mungon jeta. Po i mungon jeta. Është vërtet. E jetuarit. Të jetosh në mënyrë dinjitoze, këtu, edhe familjet më të thjeshta me 2 rroga normale, jetojnë në mënyrë dinjitoze, atë spezën, shpenzimet në fund të javës mund t'i bëjnë. Në mënyrë mbase jo stratosferike, por mund të jetojnë. Faturën e dritave nëse nuk e ke mundësinë të ndihmon. Në Shqipëri, po, kjo është të jetosh në mënyrë dinjitoze, nuk ta ulin, domethënë komplet fytyrën. Kjo është ndërsa në Shqipëri ja ul komplet dinjitetin atij prindit që shkon në derën e spitalit dhe i porulet një doktori që t'ja marrë në dorë fëmijën e sëmurë. Po këtu siç e the ti, ndoshta të flasim për jetën, por edhe për korrupsionin. Besoj se janë të lidhura, sepse fakti që kemi një korrupsion kaq të avancuar bën të mundur që të mos kesh jetën, sepse ato lekë që hidhen në tendera të ndryshme mund të shkonin të blieshin ilaçe, mund të shkonin të blieshin aparatura për Është ajo zemër, po është edhe një diçka shumë themelore. Një nga shtetet më të korruptuara të Evropës është Italia. Një nga shtetet. Nga më të korruptuarat është Gjermania. Anglia është super e korruptuar. Franca ka ndalur plot me skandale korrupsioni. Por ama një gjë që nuk prekin shportën dhe shëndetësinë, jetën e njeriut. Në Shqipëri mund të bëhet korrupsioni dhe si çdo lloj shteti të botës. Por nuk japin tani sa fraze, nuk kemi prioritete. Prioritetin e ka jeta dhe atë nuk e ka vetëm ai ministri. Fillon nga koka dhe të thotë dëgjoj se prioritetin kryesor ka shëndetësia, duhet të jetë në midele ose italisht që është shtylla kurrizore, është palca, do ta ketë njeriu. Duhet ta ketë njeriu në palcë. Prishtina sot ka nga universitetet më të mira në Evropë. Ku ishte Prishtina në 97-ën? Është krenari, është mrekulli, është vendi jon. Ne duhet të ishim. Dhe është mrekulli që po krenohemi me Prishtinën. Po Tirana është që në 12-ën, 1912-ën që ne jemi shtet i lirë për të vepruar, për të krijuar. Kemi mendje të ndritura plot, por ne nuk kemi prioritet. Ne kemi prioritet vetëm dhe vetëm egoizmin e vetes tonë. Nuk heqim dorë nga një gjë e jona për t'i bërë nder dikujt tjetër. Babi im më i ka një shprehje të tij që nuk mundesh ti ndreqesh në punën dikujt pa prishur pak të tënden. Fillon nga me ambientet e vogla, nga familjarët e vegjël. Nëse unë nuk e prish pak të rezin për xhaxhain tim, për dajën tim, për familjarët e mi, për mikun tim, për shoqet e mia, për kolegët e mi, nuk mundem dot që ti mbaroj punë dikujt tjetër. Se i cili prej nesh duhet të bëj pak sakrificë nga vetja e tij për të realizuar, për të
i vën ai ingranazh të tjerët, pastaj vazhdon me realitetet e mëdha. Por ti shikoj edhe me realitetet e vogla në Shqipëri e kanë shumë të vështirë të ndihmojnë. E kanë shumë të vështirë të thonë atë fjalën e mirë që të jetë, sepse kanë më njëherë atë konceptin mbrojtës vetjak të vetes së tyre. Kjo është e dhimbshme, me gjithë dashurinë e madhe që mund të shkruaj pafund për vendin tim, por ne jemi dështimi i vendit tonë. Ne jemi. Dhe nëse ne nuk lëvizim atë çka thot Sonilda dhe Madiana dhe shumë të tjerë si ne, vlen zero. Vlen zero sepse Edi Rama, Berisha, Meta, çdo lloj politikani që ka shkuar është Po gjetëm këtë popull. Pikërisht, do jemi gjithmonë në njëjta situatë. Breaking këta do na vinë të tjerët, e vërtet. Pikërisht, kështu që duhet të ndryshojmë ne konceptin e respektit ton ndaj vetes tonë, e respektit dhe të dinjitetit ton. Ndoshta duhet edhe të humbasim edhe një vend pune, por duhet t'i japim votën e saktë. Pikërisht. Dua ta humbas, nuk ka problem, por nuk dua ta humbas dinjitetin tim. E vërtet, e vërtet. Sonilda, kemi folur rreth 1 orë dhe unë në këtë moment dhe nuk e kemi kuptuar, desha nga Bledi të na vë një moment muzikor dhe pastaj të kthehemi me leximin e mesazheve. Sepse po më vinë mesazhe, po nga që humba me muhabetin me ty, është vërtet kënaqësi të flasësh me ty. Edhe nuk i kam tani nëse Bledi na vë një moment, një çast muzikor për të vajtur për të pirë edhe një gotë ujë, sepse kemi nevojë. Faleminderit Bledi. Shumë faleminderit Bledi. Fantastik do të ketë. Ishte zhanëri jot? Absolutisht po. Okej, unë më dha një sy mesazheve, kemi shumë mesazhe urimi. Mirënjohje për ty, Luigi, po i kishte pëlqyer fakti që fole për sakrificat e prindërve të tu. Sonila Kadareja, si thoya më parë, na ka çuar një mal me pyetje që do lexoj vetëm disa. Të përshëndesim Sonila. Allora, duke qenë aspet. Sa shumë ke çuar moj Sonila. Duke qenë edhe pak filozofike dhe nga karakteri dhe besimi që ka Sonilda, e me që ndau shumë gjëra njerëzore, tha se mirënjohja dhe virtyti më i rëndësishëm, sepse mirënjohja dhe virtyti është i rëndësishëm. Çfarë ndjen, domethënë pyetja është çfarë ndjen kur je mirënjohës ndaj të tjerëve dhe ata ndaj teje? Dëgjoj, një njeri që është mirënjohës, se një nga gjërat kryesore të njeriu është që atë çka e bën, ta bëj me dëshirën dhe vullnetin e plot, thjesht për të ndjerë kënaqësinë shpirtërore dhe pa pretenduar asgjë mbrapa. Dhe pastaj mirënjohja është diçka personale e njeriut, secili e bën ashtu siç e ndjen. Unë ndjej kënaqësi shumë të madhe kur jam mirënjohës e njerëzve, kujdo, çdo ditë të jetës time. Në radhë parë filloj me falënderimin ndaj Zotit se është boshti im, pastaj dhe çdo lloj njeriu, edhe fëmijën tim e falenderoj që më duron në momentet e mia, që nuk i jap kohën e duhur, falenderoj prindrit e mi, falenderoj miqtë e mi, falenderoj çdo, por ama është edhe një kënaqësi shumë e madhe edhe kur merrem mirënjohje nga të tjerët, sepse jo për faktin se ti do që të ndihesh i rëndësishëm për këtë pjesë, por fakti që ajo çka ti ke bër ka patur një të mirë për atë person që ka marrë diçka të mirë nga ty. Më thënë, mirënjohja për mua nga të tjerët, më thënë, kundrejt meje, e interpretoj dhe marr kënaqësi, sepse nëse dikush është mirënjohës ndaj meje, e interpretoj në faktin që ai është i kënaqur me atë çka unë kam bërë për të. Dhe kjo gjë më jep kënaqësi të dyfisht. Jo në aspektin narcisist që dua ta pres mirënjohje nga të tjerë që i kanë bërë këtë gjë, sepse e theksoj dhe ritheksoj atë çka bëj, e bëj vetëm dhe vetëm për kënaqësinë time shpirtërore dhe për besimin tim që kam.
Po, ishte pyetur, po e bëra një pyetje tjetër, po sa po e theja, a të ndihmon besimi në Zot për marrëdhënien që ndërton me njerëzit, po besoj se po është pika kryesore sepse u përgjigje. Patjetër. Të jep një siguri dhe mbi të gjitha besimi në Zot. Beso për këtë dhe kushdo që beson vërtet e di, e ndihmon në lidhje me njerëzit, se një nga gjërat kryesore është të duash njerëzit. Të duash dhe të respektosh qenie njerëzore dhe çdo krijesë në këtë botë që ka krijuar Zoti. Sonilda, ti po flet, domethënë po bëjmë një intervistë me dikë që nuk ka motër dhe nuk e kupton se ç'a do të thotë kesh motër. Edhe po flet me dikë që për fat të keq në këtë moment, por dikur ka besuar, nuk beson në Zot. Edhe kam ndier vështirësinë e mosbesimit në Zot, po shprehem dhe unë kur kam humbur babin tim. Në momentin që e kam humbur, kam ndier atë pse nuk besoj në Zot, sepse të besoja në Zot për mua do të thoshte ta kaloja, ndoshta ishte edhe një egoizëm, ndoshta për mua ishte edhe egoizëm ky besimi në Zot, sepse thoja që i shikoja domethënë në Itali, që kam pasur shok apo shoqe që kanë humbur njerëzit e vet dhe e kanë kaluar shumë lehtë, sepse ata kishin besimin që njerëzit e vet do shkonin në atë botën në parajs, domethënë, kurse unë atë moment nuk e kisha. Edhe atje e kam ndier pse nuk besoj në Zot. E kam ndier atë vështirësinë. Po më jep dhimbje kjo gjë për ty, në sensin për dhimbjen që ke përjetuar ti. Kjo jam. Jo, më vjen keq për dhimbjen që ke përjetuar ti në lidhje me babin, sepse babi për mua është një nga figurat më të shtrejta dhe në këtë periudhë po kalon një sëmundje gjatë e vështirë dhe askush nuk mund të ndjej më shumë se sa unë kur bëhet fjalë për babin. Por 2 fish më shumë ndjej dhimbje, që sikur sa do pak, sepse ne në këtë botë jemi kalimtar dhe njeriu duhet të përgatitet për humbjen e kujdo në këtë botë, për humbjen edhe të fëmijës që është më i vogël, Zoti mos na provoft, por është një gjë të cilët neve jemi thjesht kalimtar dhe secili prej nesh mund të sprovohet me çdo lloj njeriu në këtë botë. Dhe në këtë rast prindin, se ndodh gjithmonë, uroj që të ndodh gjithmonë që fëmia të sprovohet me prindin dhe jo prindi me fëmijën. Por të them që besimi është ajo dritë e cila të ndihmon që ti të pranosh dhe humbjen dhe të pranosh që jeta vazhdon dhe mbi të gjitha që në këtë jetë jemi thjesht kalimtar dhe ekziston thjesht malli që ti ke në këtë kohë për babin tënd, se dhe një ditë ai mall do shuhet për gjithmonë dhe do jesh gjithmonë pranë tij. Kur e freskon zemrën me këtë dhe beson thellësisht këtë gjë, beso që ajo dritë ndizet. Provoje ashtu siç ti ke provuar, nuk e asgjë për të humbur, maksimumi do vazhdosh dhe mos të besosh prap. Por në momentin që ke asgjë për të humbur, provoje një herë me veten tënde me sinqeritet, pa që nevoja e imponimit të askujt, sepse besimi nuk imponohet, sado që dikush mund të ta thotë. Jo me atë mendjemadhsinë, se ndonjëherë jemi dhe mendjemdhej dhe themi pse duhet ta bëj. Provoje një herë ta ulësh pak atë mendjemadhsinë, ta përulësh, se është më e rëndësishme ti përulem i Zotit se sa njerëzve. Unë i përulem çdo ditë Zotit dhe jam shumë lart, në sensin ndihem shumë e lartësuar para gjithë botës kur jam e përulur para Zotit. Provoje një herë me veten tënde, vetëm ti Madiana dhe Zoti, askush tjetër. Nuk ka nevojë që të jetë një institucion, as një kish, as një xhami, mjafton ti dhe ti vetja jote dhe Zoti në shtëpinë tënde, në meditimin tënd, në lagunën e Pogradecit, në sytë e qiellit. Të mjafton, ai connection të mjafton. E di, dikur e kam pasur një connection dhe e mbaj mend si periudha më e qetë e jetës time, po pastaj ndodhin gjëra që humbet, pastaj humbet rrugës, e ke parasysh. Nese. Okej, prap emocione, faleminderit Sonilda. Pyetje tjetër për gjysmën tënde.
mësoj gjithmonë e Sonilës. Sonila thotë që është e vërtet, domethënë ajo që tha Sonilda që binjakët janë dy trupa dhe një shpirt, sepse edhe ajo ka një vëlla edhe një motër, ajo e di. Edhe ajo që donte të pyeste për çka the ti me gjysmën tënde, thotë mos është vallë një lloj varësie kjo e juaja, apo kështu duhet të jetë me të gjithë binjakët, edhe pse rriten, krijojnë udhëtimin e vet, familjen e vet. A krijojnë xhelozira në familjen që krijon? Dëgjoj, është e pa evitueshme që dy binjak homozigot të pandarshëm, siç ndodhe, ka dhe shumë fenomene të tjera si neve në botë. Kam parë shumë intervista të shumë binjakëve që janë po si unë dhe Jona. Dhe ky fenomen ndodh vetëm binjakëve që janë nga e njëjta vezore dhe kanë këtë lidhje dhe fizike dhe shpirtërore të papërshkrueshme. Besoj që është e papërshkrueshme. Ne kemi varësi nga njëra tjetra, por jemi dhe të pavarura nga njëra tjetra. Secila prej nesh ka identitetin e vet, secila prej nesh ka karakterin e vet. Sado që jemi shumë të ngjashme, kemi mendime të ndryshme. Nuk është se neve, domethënë, ngëzgjohemi në mëngjes dhe i themi amin njëra tjetrës për çdo lloj gjë që thot njëra apo tjetra. Kemi kundërshtime pafund gjatë ditës, por është një nevojë esenciale, domethënë jetësore për ne, që t'jemi pranë njëra tjetrës. Më kupton? Edhe në mënyra të ndryshme, por të jemi pranë njëra tjetrës. Dhe kjo ndodh vetëm binjakëve. Burrat tanë, për fat të mirë, janë ndërzuar kësaj gjëje. E din tashmë që Sona nuk bën pa Jonën dhe Jona nuk bën pa Sonën, sepse ne kemi të rëndësishme, ne arritëm dhe realizuam si vjet, domethënë në 2025, në ëndrrën tonë më të madhe, ndërtuam shtëpitë tona të ngjitura me njëra tjetrën dhe e kemi bërë çdo gjë identike, punojmë në të njëjtën studio, kemi shtëpi në të njëjtin obor, në të njëjtin kulm dhe i rrisim fëmijët bashkë. Kjo ka qenë ëndra jon, domethënë më e madhe që kemi patur për njëra tjetrën. Por ama nëse Jonida ka exigencat e veta me burrin e vet që të shkojë me fëmijët, secila ka hapësirën e vet, jetën e vet, pa diskutim, por që të jenë prezente me njëra tjetrën, kjo për mua prezente edhe nga larg. Kjo për mua është jetësore, madje nëse doja të thoja një gjë, një nga poezitë e mia ose le të themi më e rëndësishme të gjitha poezive të mia, është ajo poezi të cilën edhe ti e kishe zgjedhur, por nuk e lexuam sonte. E lexuam ku është, prisë e kam zgjedhur. Nëse mundem ta lexoj këtë. Po, lexoje vetë me gjithë kënaqësi. Këtë sepse kjo e përshkruan pikërisht atë që jemi unë dhe Jona. Po. Mund ta lexosh me gjithë qejf. Që unë kam përzgjedhur disa. Dua që fëmia e fare flokut të më dalë, e fryma e fundit të ndaloj pranë teje. Dua që dielli të shpaloset pal dhe era e jetës të më shtyj drejt meje. Dua të të ndjej për te shtotit në ashtë, në mendimet e burgosura të futem, madje dhe shpirti brumosur në dasht, disi të ta kem, pa nevojë të lutem. Shpesh të çorëdytura i deti kemi, dhe pse trupat të ndarë janë krijuar, i kemi njëra tjetrës, shpirti vetëm jemi, për dil nga mendja ime kur jam dënduar. Shpesh të qesh në fytyrë më qesh, moj budallat shk me vetet tem dhe thua, thjesht shtirjen detyrohem të ves. Harrove vallë, një shpirt ti je në mua. Mrekulli. Faleminderit Bledi për muzikën. Faleminderit që më lejua ta të them dhe këtë poezi, sepse kështu që i thuaj Sonilës se ajo e di, por po ja them dhe kështu publikisht që është një varësi shpirtërore që është shumë e madhe mes binjakëve si ne. E përshëndesim Sonilën që na ndjek, që na ka ndjekur gjithmonë.
Me që jemi tek binjakët, edhe Bledi, që është tekniku jonë Sonilda, pas ka 2 nipa binjak heterozigot e zihen gjithmonë si gjelka, thot, se ne nga Poradic kështu themi. A ziheshit ju të dyja kur ishit të vogla? Po. Pyetje. Po, pa diskutim. Po, sepse kjo ndodh pikërisht sepse binjakët i kanë edhe zemërimin njësoj edhe po, dhe kjo është e tmerrshme. Mami thoshte kur ishte të vogla ishte tmerr t'ju ndaje. Dhe në të njëjtën mënyrë kur duheshit ishte tmerr t'ju ndaje edhe kur po qafoheshit. Kështu që në të njëjtën mënyrë siç duhen, në të njëjtën mënyrë binjakët grinden me njëri tjetrin. Ashtu si unë dhe Jona. Mrekulli. Okej, Sonila, jemi ora shënon 22:25 minuta. Për ty ka shumë gjëra për të thënë, nuk e di, nëse unë e di që kohët e fundit ke marrë pjesë në një konferencë, nuk e di se kush në një summit. Në një summit, në qoftë se do të në thuash 2 fjalë, por do ridërgjojmë sepse projektet edhe puna juaj. Po. Unë i bëj shumë gjëra në të njëjtën kohë, përveç punës time si komercialiste, kemi dhe një kompani të shitjeve të makinerive të mëdha, të industriale. Dhe ne bëm summitin e Afrikës, ishim të ftuar nga shtete të ndryshme të Afrikës, dhe ishte një privilegj për ne sepse zgjodhen kompaninë tonë për inovacionin e tyre, për të sjellë atë know-how-n në vendet të Afrikës. Dhe domethënë kjo është një arritje më tepër ekonomike, prandaj nuk desha që ta flas. Por unë kam parë në rrjetet tuaja sociale, prandaj kjo është duhet të flasim. Edhe kjo është bën pjesë patjetër, por kjo ama ka qenë edhe një arritje shpirtërore sepse tani ne do marrim pjesë dhe do shohim disa realitete që janë shumë të rëndësishme t'i njohim dhe të rikthehemi gjithmonë tek boshti që të jemi sa më shumë falendërues. Sepse një nga gjërat kryesore që ne i tregonim atyre ato makineritë se si të bëhet pasta di pomodoro, salcat e domateve, se si të bëhen sukot e frutave që ata i kanë pafund, mango, papaja, të gjitha llojet dhe i shtrydhin me dorë sepse nuk kanë makineri, se si ata përdorin filtrues ujë manual sepse nuk kanë filtrues ujë elektrik, dhe varfëria është aq ekstreme sa ti në çdo çast thua faleminderit o Zot ku jam. Kështu që është aq sa është për aspektin ekonomik, është për aspektin social dhe shpirtëror që ne të kuptojmë dhe të vlerësojmë atë çka jemi dhe atë çka kemi. Faleminderit që ndave dhe këtë me ne. Faleminderit ty, Madiana, për kohën tënde. Faleminderit ty. Në qoftë se do të përshëndesësh Bledin për muzikën, e falenderojmë. Një përshëndetje unë ja bëj gjysmës tënde dhe gjithë familjes tënde, gjithë të dashurve. Nëse do të thuash një fjalë të fundit. Unë dua t'i përshëndes të gjithë shqiptarë dashësit kudo që ndodhen. Ata që e duan Shqipërinë i përshëndes me zemër dhe ju uroj gjithë begatitë e Zotit të bien mbi ju. Faleminderit shumë Sonilda për këtë intervistë. Shpresoj të kem sërish në një intervistë të dytë së bashku me Jonidën, siç e tham. Edhe unë falenderoj gjithë dëgjuesit, ju urojmë një natë të këndshme. Faleminderit që kaluat kohën me ne. Faleminderit Bledi dhe natën e mirë të gjithëve. Natën e mirë. Faleminderit. Zëri i diasporës nga Madiana Nureddini. Window Radio.